Gjithmonë ka thonën që duhet me fal njeri, çka të bëhet një gabim duhet me falin. Ai më i miri njeri on që fal gabimet. Na fol pak si çu shike po ashtu zhvillimet e fundit rreth vrasjeve që po ndodhin. Po zotë këto zhvillimet e fundit janë katastrofë. Për mua personalisht, po dhe për çdo qytetar që ndin veten, njeri janë katastrofë. Këto s'ka ndodhur në mesin tonë. Këna pas kushte edhe më të vështira ekonomike tana, po me vra jeni tjetër në këtë formë, sidomos vlla-vllane, familje, kjo s'ka ndodhur kurrë. Dhe është të tërshme. Çka po mendon që ka diku që po shkon? Po kjo ka shumë faktora. Faktori numër 1 sipas mendimit tim është edukata familjare. S'ka. Se të na tash këna marrë vetëm biznisin. Familja ka mbet e fundit. Normal duhet të kundërta me thonë. Në kundërta. A ka hup interesi mes familjeve? Po sigurisht, po këta po ndodhin këto raste. E vret djali, babën, baba, djalin e vllahun, do të thotë aty s'ka në pyetje veç interesi, ai s'di çka o familje për momentin. Në kohën e mëhershme. Jo, s'ka ndodhur, jo. Konflikti ka zgjedhur edhe pse s'kena pas në organet drejtësisë tona të mirëfillta atëherë, kanë pas njerëz që kanë ndërhy, kanë rregulluar këto çështje. Po mendon që po ndikojnë pak edhe kushtet financiare të njerëzve? Si që kushtet financiare se na po insistojmë mu pasunu pa punue, edhe që kjo dhe ndorë, se njeri kur puner në s'ka kohë me bo këso vepra. E për punën e armëve, sa po ka siguri në vendin tonë? Po siguri s'ka, se tash armët janë zezën, për përdojrë gjithë kosh, që armë ka pasur për para, po ditë për shka, po majtë armë, me luftu me zvetina. Sa do të bëjë shteti? Po shteti duhet me morë masa edhe me bëjë kontrol. A po punon një fushën për këtë situatë? Po tash të organet kompetente, unë jam tash informuar veç po duket që janë pak larg realitetit. Folëm pak për çdo vrasjet e fundit që kanë ndodhur në vendin tonë. Ç'u shike pati? Po vallai tani kanë për pesë foje. Se me pas je keq për shembull që e këtu në herë me shku me kaj gjysa ponge, ty ben kish bola zë më vëra. Sa po kanë durim me zveti? Vallai kur qysh kanë, duhet me pas dërim. Gjithmonë ka thonën që duhet me fal njeri, çka të bëhet një gabim duhet me falin. Ai më i miri njeri on që fal gabimet. Ani se fjalisë është duhet, s'ka në sen që nuk nxjedh udhën. Apo mendon që po ndikojnë pak edhe punë financiare? Jo, banë edhe qështu, bëvak edhe kështu. Edhe kështu bëvak i. Sa po një të sigur? Apo ka sigurit mjaftueshme? Vallai po, për dikon që po dijon e veç bëllë. Elhamdulillah, mirë. Pse po mendon që po veprojnë njerëz deri në çit pikë që po shkojnë ekstrem? Vallai veç ku me ditë për shka. Gjithkush ja ka ato e dijet e vetë, ullët e vetë, gjyshmon që po dijon as vetë. Në të kohën e ju ma herët, a kanë gjetë komunikim me zveti? Po mërë qëshja të njerë u konën mas mirë, pse ati për shka se kur ka pas bavakin nga të res, të njerë në kongjinja për heri bishin mas, e afreshin gjinën nuk i loshin me shku ma largë. E tash kërkush nuk i interesa. Qatë me mytë në veti, kush nuk tëtë mëni përse që pa bëni. E pse po ndodhë kjo? Janë largu familjarë në zveti? Janë largu.